أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين Allahun e lartësuar e falënderojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam e dërgojmë. Lutë Allahun që të na i pranojë ibadetet, na i fal mëkatet, na udhëzojë në rrugën e drejtë. Allahumma amin. Vazhdojmë me disa mësime se si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e mbante premtimin, fjalën e dhënë, edhe i rrinte karshi rregullave, marrëveshjeve të cilat ai kishte bërë me njerëz. Pa marrë parasysh se nëse këta njerëz janë armiqtë e tij. Prandaj e kanë ditë shumë mirë Mekasit se pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk e thën asnjë marrëveshje. Asnjë marrëveshje. E ju e kemi përmend javën e kaluar, e dini se ai edhe kur ishte në Mekë, pa u shpërngul Medinë, kret pasuninë atij edhe muslimanëve, ja kishin marrë mushrikt, ata e mbanin për vete, ja kishin marrë në gjitha format, duke marrë shtëpia, duke marrë deve kuaj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i mbante qypat me lira të tyne, pasunitë të tyne, se s'kan pas banka, i kanë marrë te Rasulullahi. Atë që ka qenë besnik, edhe asnjëonit prej tyne nuk ja ka marrë, po thamë kështu nuk ja ka vjedh, kur është largu, kur ka bëu hijrat. Domethënë nuk e ka përdorur strategjinë, këta ja kanë marrë shok vetëm, tokat e arat, e shtëpiat, e devet, e kuajt, pja marrë edhe une, kur shkojnë në Medinë, se i fundit që është përngul, ka qenë pejgamberi alayhi salatu wassalam, i fundit prej sahabëve. Po, ka pas që e kanë pranuar islamin më vonë, edhe janë shpërngul. Ama kush ka qenë Mekë prej muslimanëve? Mekë, deri çat ditë që është shpërngul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, krejt janë shpërngul kanë tinza, normal, marrë vesh masi është shpërngul, masi kanë shku atje, marrë vesh pas ka shku filani. Pas kanë mujt Mekasit me shku pastaj edhe me njek ata me kthy me zar. I fundit që u kon musliman në Mekë, çat ditë shpërngulis ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përveç kemi thënë e kalon Aliun për me shpërnda ato pasuri. E nuk i ka marrë me vete. Pse? Pra arsye se pasunia huaj nuk bëhet e jotja. Shkurt nuk bën me vjedh. Atin ma, po ky filozofia dikuj, ky është qafer, ky nuk është musliman, ky na ka bën kështu, nuk ka bën kështu. Jo. Harami është haram. Me gjithë se cilën është haram. Ta dim këtë gjë. Prandaj nëse, po e bëje tash një trekje të vrejtjes, çdo djalë i ri, çdo besimtar, të cilin të janin të thonë se ban mi vjedh qafirat, atë do shpreje të pahishme, do shpreje që sheti në ta rrugaçllëk, kapadajllëk, mendjemadhësi, ignorancë, ti dije se çaj djalë ka hyrë laknave, ka hyrë sërnishtave. Edhe pyetjet të cilat i bëjnë, prap këshilloj veten tame, këshilloj gjithë ata besimtarë të cilët i bëjnë këto pyetje. Ku kemi raste kur disa vëllezër vuajnë për shkak të gruaja e tij, ka hyrë në rrjetet sociale, kanë dëgjuar për filan hoxhës në thojza, për fistekut, meselën e namazit, falja namazit, mos falja namazit, a o musliman, a so musliman, 30 vjetë martes, 40 vjetë martes, pa kur far paralajmërimi, pa kur far daveti, pa kur far sakrificë për burrin e vetë, qohet edhe dahat. Pse? Kësë po fal namaz qafer. Sa e sa pengesat para prake, sa e sa meselet janë deri me mrinë që atë. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam edhe pse në konë jo musliman, që ata nuk jo ka vjedhë pasunin. Po du me thonë me qëllim shumë troq, shumë qartë, se sot nuk arsyetohet zinaja. As një muslimanit, para mendon musliman, miran se që Allah të me mo zina, e para mendon.
Në emën të asaj se, stakfirullah, po vjen marrë me përmen. Dhe këta si janë musliman këtë vend, ta së falin namazin, këta. Edhe ta shta janë qafira dhe qafirave bën mja vjedh supermarketin, bën mja vjedh ato me edhe ajde birë, halal çdo sen kundër tyne. A disa rrezikshme është kjo. Resulullah sallallahu alaihi wasallam kur ka shkuar Abu Sufjani te Herakliu në Sham, edhe e dini se ka pyet Abu Sufjani a ka ne akraba qëtu prej atyne me kelive që kanë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam familjar. Ja kanë pru një grup të tregtarëve, e në mesën e tyne Abu Sufjani e ka thirrë, ka thonë, afrohesh tu ma përpara, tjerë t'i kalon pak ma mrapa. Normal, e ka kërcënu, ka thonë, qëre, me bo me rana i sen, ku për ty. Se kam i shtik ta shok me kalzu, e me të bohor, po edhe dek ka me të dhonë. E ka tut. Normal, shok të Abu Sufjanit kanë mujt me shujt, se shok, ky me rana diqka, ata mës me bonza, po Abu Sufjanin e ka nalë diçka ma madhe se sa thjesht të po më zbulojnë shokët, po më bëjnë horë. Njerëzit ati zemani, të dashur vëllezër, edhe pse si kanë musliman, i kanë pas do parime mbi të cilat kanë ecë. Për shembull, asnjë grua nuk ka bën zina. I kanë disa çole, robresha, të përdalura, që kretë dyjoja i ka ditë ato. Prandaj, kur ka përmend pejgamberi alayhi salatu wasalam një prej rregullave të marrëveshjes së Islamit me pejgamberin alayhi salatu wasalam, ia dhon besën Resulullahit për Islam, kur ka përmend, ka qenë Aisha që aty, ka thonë me fal namazin e me bë këto prej ibadeteve, ka thonë edhe mos me bë zina. Aisha ka qitë dorën, kuku, ka thonë, kuku, gruaja e ndershme, gruaja bën me bën zina, kuku. Sen që s'ndodh, asmene nuk, po ashtu, nuk kanë rë. Ebu Sufjani, qafero konë, jo musliman, armikun më të madh për betume ka pas pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, para Herakliut, një mbretit më të madh të atij zamani dhe më afër gadishullit, ku kanë jetu këta, që ka mujt me shfrytzu si mash kundër Resulullah sallallahu alaihi wasallam, nuk ka rë. Pse? Burrat s'kan rë në atë zaman. Edhe pse s'u kanë musliman, i kanë pas do parime në të cilat janë pajtuar gjithë njerëzit e mençur, gjithë njerëzit fisnik, njerëzit bujar. Po, armiqsi, ama jo me rëna. Sot të e shën njerin i cili është udhëec, është pres, man anë, ndrën qëndrime, ty të thotë kështu, ati tjetër të thotë ashtu. Unë për përmeni një diqka se më dhem të veni jam, se unë e du venin tem, unë e du vatanin. Edhe bashkë me juve gjithë se cili prej neve kena sakrifikua dhe vazhdojmë me sakrifiku diqka për qëtë vatan. Edhe kush mundohet me prish qëtë vatan, pa marë parasysh. Na kena mu konë kundër ti, na kena mu mundu me përmirësu. Një prej gjanave të cilat këtu, për fatkeq, është që bëhen konkurset caktume për punë, pa marë parasysh, mësuse, profesoresh, në spital, anik nejsen, edhe qohet një në spali i për në pytjet, qërë me rëqëto pytjet, mësajt e shpjet, qëto kanë me tra. Tjetërës nuk jep, ose tjetërës që jep, që në marë zbana së parit, se du të me adhonë. Kjo është haram, pse? Se ka tafërt. Ose tjetra, kanë një në provim, 5-6 bura, mësusa ose mësuse, 10, edhe i thot, se keni kalu provimin, bjere provimi, kuan provimi? Ja, se keni kalu veç filani e ka kalu. Që është kështu? Transparenca ku është këtu? Kjo nuk lejohet. Kjo haram. Rën, sot njeri rën. E kjo është ndalume. Përderisa nuk është tuta e Zotit, u kry puna. Ebu Sufjani
ka nejt, ka fol drejt. Dhe vetëm në gjë që e ka ditë që sot ashtu, kur I ka thonë, ato të në që ju tradhton, thot, e ka ditë Abu Sufjan që stradhton pejgamberi alayhi salatu wassalam, po ka thonë, jemi në një marrëveshje mes neve dhe ti. Jemi me një marrëveshje të armpushimit, 10 vjeçar ka qenë armpushimi. Nuk e di çka mundet me ndodh, nuk e di çka mund me bë, a do ta man ajo marrëveshje. Ka dash veç pak dyshime me shti. E ka ditë që e man marrëveshjen pejgamberi alayhi salatu wassalam. E ka ditë. Thjesht pak me ul personalitetin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, normal, Resulullah nuk ka shans me e thuj marrëveshjen. Pika tjetër kur ka shku Resulullah sallallahu alaihi wasallam me besimtarët në umre për herë të parë, edhe para se me shku në Mekë, I kanë nalë mushrikët, kanë marrë vesh edhe I kanë nalë, kanë dalë, I kanë ndalu, edhe kanë qu fillimisht Othmanin radiallahu anhu me bë marrëveshje, me bisedu me Mekkasit, edhe është vënu Othmani, këta po e presin, është vënu shumë sa kanë mendu që mos e kanë mytë. Edhe ja kanë dhënë besën pejgamberit alayhi salatu wassalam edhe për jetë edhe për vdekje. Kur ka punat e, ja kanë kap dorën Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Kur ka puna me ja dhënë besën Othmani, edhe pse sokon, pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka zgat dorën e vet me dy durt, e vet e ka thonë kjo dorë për Othmanin. Se edhe Othmani më e besën për jetë edhe vdekje. Nëse kanë mytë Othmanin, thot kena me marr hak. E kena qu si negocius, ata e mysin. Lajmtari, ai që negocion nuk mytet. Kështu është rregull islam. Pastaj është kthy Othmani edhe e kanë qu edhe Suhejl ibn Amrin. Kur ka Suhejl ibn Amri, pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka pas një rregull që ka qenë pozitiv. Edhe na e kemi përmend të dashur vëllezër dhe vazhdojmë me thonë, keni kujdes, mendoni mirë për Allahun xhelle shanuhu. Kjoni mendime pozitive për të ardhmen. Asesi nuk duhet me kukat. Kujdes. Thot Allahu xhelle shanuhu, un jam në mendimin e robit qysh mendon për mu. Allahu I lartësuar, nëse mendosh mirë për Zotin që ka me bo hajër, ka me të nimu, ka me të dhonë hajër, ka me të shnosh, normal edhe sebepët duhet mi marë, por pozitivitetin në zamër në shpirt, Allahu xhelle shanuhu e shpërblen. Unë thot mendoj, unë veproj, ose unë jam ashtu si mendon robi për mu. Ja, Zoti mu s'ka me më dhonë. Ja, Zoti s'ka me më shnosh. Ka shku pejgamberi alayhi salatu wassalam një herë njone dhe ka thonë, smuta, ai ka shku me vizitu, ka thonë, kaluse inshallah. Inshallah ki me ba ma mirë, ka thonë, çfarë ma mirë? Thot, që me thonë, vorri është të mprit mu. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka thonë, atër le tjetë çysh po menon te. Le tjetë çysh po menon te. Me mendu pozitiv. Allahu xhelle shanu një rob I cili nuk heq dorë nga mendimi I mirë për Allahun. Kam ja dhënë maksimumin. Nuk themi na që të dalë prej kaderit Zotit. Sa është mesela shumë e gjanë. Po ty nuk të lejohet me mendu negativ. Andaj kur ka ardhur Suhejl ibn Amr, Suhejli, fjala Suhejl është për fjalës sahel. Sahel është diçka e lehtë, diçka jo e komplikume, diçka e mirë, diçka që mundesh mu marr vesh me ta. Ndikimi pozitiv I emrit. Ka pas tjetër kush amnin Murra I idht. Pejgamberi ka ndru sallallahu alaihi wasallam, ka thonë nuk shkan I idht. Tjetri ka pas I mërzitshëm. Adin I mërzitun vetaj ka mërzin vete. Ka dash më ndru pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka thonë ja, mos më ndra. Mos më ndra, pse baba mum edhe familja mum kanë emërtu me këtë emën, se ndroj unë se oprish aty, ne ka thonë rregull. Thot transmetuesi sahabiu thot ka vazhdu mërzia në familjen tonë kur s'është hek. Kur s'është hek. Andaj ndikim njëri ndikohet prej emrit vet sa më pozitiv me ngjit emrat.
Po më vetë dikush se dola për i temës. A bën më janë gjitë vajzës emnin Bot. Bot. Para me ndo ti, oj Bot. Hajde dhe nona më angër buk. Oj Bot. Që në provim. Ma be më se janë zërë në funin. Bot. Pastaj ne kemi një stakfirullah si popull një fjalë të keqe kur të shajmë bota kështu, bota ashtu. Të rrim pak me, i ka bashku 3 shkronja aty apo tan. Edhe thot, e ka marrë emrin e babës, nonës vet, babgjyshit, stërgjyshit dhe i ka ngjit 4 shkronja. Edhe ti thu, çka ka emrin? Aja nis TPRFS. Edhe një herë, ba. La ilaha illallah. Dhe vjen marrë me pyet për streti, se s'u majtën men, se veç i ka bo, dhe i ka kombinu, që ka kuptim, çfarë kuptimi be ka? 4 shkronja i kënë gjitë që aty apëton edhe ka me dalë di bab, diqka. Keni kujdes, emnat ndikojnë të njerëju, emnit për cjellë, pozitiv diqka. Pozitiv. Për shkak dikush, durim e ka emnin, edhe tash e ka mu ndiku, sabër, durim, a i ka me bon durim, ka me bon sabër, me izën të Allahit. Pozitiv më konë. Nuk po thamë që ta shkruan rregull i krym edhe paqare, ndodhë që mos me dalë bashkë ashtu, por njeriu ka ndikim. Andaj kur ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ardhë me negociu që të Suhejlin i let, i but, që mundesh me bo muhabet me ta, mundesh me gjetë një gjuhë përbashkët me ta, ka thonë sehule emrukum, u bë e lehtë çështja jonë. U bë e lehtë, do të kena me mujt me boni marrëveshje me Suhejlin. Kena me mujt me boni marrëveshje. Suhejli ka dalë bajego Iran, marrëveshje po prapë koni lehtë. I ka qitë disa kushte. Njoni prej kushteve kër kanë shkru Aliu radiallahu anhu e ka shkru marrëveshjen prej Muhamedit, robit dhe të dërguarit të Allahut. Kër e ka lexu, ka thonë Suhejli jo. I dërguami i Allahit jo. Muhamedi i biri Abdullahit. Thot me pas pranu natë që je pejgamber, nuk ishme dalë me të nalë këtu, mos më hynë Mekë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka lshu pen në gjëra dytësore, sepse pejgamberi ka besu në kaderën e Zotit, edhe ka ditë se nuk më rrinë të ma mira, për pa kalu në për të vështira. Nuk mund me më rrinë të e mira, pa kalu në për vështirësi. Prandaj, i themi djemve të ri, të cilët dojnë më bo profesor doktora, e me bo tituj, besa me bo pare, më bo milionera, kur të shojnë dikën që po ecë me një kartë mirë, e ka bon pare, e ka bon ata, ka bon këta, a e biden e këqyrë me nënë që qashtu ka leja edhe qashtu vjen, nuk e di që a i një 30 vjetë, ka kalu në për disa vështirësi, edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam lëshoj lëshojnë, në disa detaje, tha marrëveshja kështu, çdo besimtar, tha me mas pari si vjetë, tha kini më këtu, s'kini marrë në Mekë, me bo umre. Kur me bo, tha me bo në mëtë. Vitin tjetër. Me kazu që na, qërëna mujna me u këthy, edhe na ju lom kur dëni ju. Kur dojmë na, jo kur dëni ju. Tha pejgamberi në regull. Edhe aty, Muhamedi, pejgamberi Allahut, fshije. Tha pejgamberi e fshije. Sa problem. Aliu s'dojke me fshije. Tha pse, po ti e pejgamberi Zotit. Fshije o Ali. Tha vallahi se fshije. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoj aty, e mur, po tham kështu lapsin, edhe e fshini vetë. Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk ka ditë shkrim lexim. Tha ku është qëto? E fshini. Mos u merr me gjona dytësore, sa më rëndësi kjo. A fshima, se fshima, unë jam pejgamberi i Zotit, edhe pse e fshim s'prish punë. Tha, mu kthy, me fshi këtë. Tjetra, çdo musliman i cili vjen prej Mekës në Medinë, tha me e kthy. Çdo musliman, me e kthy. Me kthy te familja vet. Do me thonë, edhe kundërta, çdo Medinas, musliman, nëse del prej Islamit, edhe do mu kthy në Mekë, të këta jo muslimant, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos me lyp me a kthy prap në Medinë, me e lon këta me majt, ku shkon të këta. Çdo azilant që shkon për Medinës në Mekë, mos me kthy me kelit. A çdo musliman për Mekës që i shkon në Medinë të pejgamberit, mu detyru pejgamberi me e kthy prap. Që me nal hovin e emigrimit edhe të pranimit të Islamit nga Mekkasit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pranoi.
Në parim, ishte i pa drejt ky vendim. Por, pejgamberi alayhi salatu wasalam, pastaj ja u shpjegoi sahabëve që nuk ka shans dikush I cili është bë musliman pej Medinalive, me dalë në kofër edhe më kthy te Mekasit. Po çështja tjetër, na po duhet me lëshu pe ata që be pranojnë Mekë. Islami po duhet na mos mi pranu e këtu. Këtu kemi pas dy pozicione. E para ka qenë një grua me emrin Kulthum bint Uqbet ibn Abi Muajt. Kjo kur e ka pranu Islamin, mas disa jave, disa muje, kanë shku me kelit të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me I thonë kthena filën gruan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ule dhe I ka thonë hajde ta shohim marrveshjen që e kena. Çka po shkruan marrveshje? Tha, marrveshje po shkruan çdo musliman që prej Mekës ikën në Medinë, ju me e kthy, a tha mirë. Apo shkruan çdo musliman, apo shkruan çdo muslimane? Jo, çdo musliman. Tha, çdo burr musliman që vjen e u kthej, çdo grua që vjen se kthej. Se në marrveshje nuk është gjinia femrore, është vetë gjinia mashkullore. Allahu azza jalla pas zbrit ajetin në surës Mumtahina ajetin numër 10 që nëse vin muslimanet me iman, kanë ik prej zullumit, familjarëve të vet, mos I ktheni. E burrat tha po. Në çat moment teksa po bëjmë marrveshja, edhe Suhejli po negocionte me pejgamberin alayhi salatu wasalam, në atë moment djali që I Suhejlit, Ebu Gjendel, ish zgjidh në shpeg, I kish zgjidh burgin edhe prangat që e kish vu baba I vet, pse e ka pranu Islamin, edhe me të shpejt po vjen te pejgamberi alayhi salatu wasalam me shku në Medinë. E pa baba I vet të nga e të e njek mrapa njerëzit, familjarët e vet. Keshi ky negocius, Suhejli, tha, pika e parë të cilën kime e zbatu, është që kjo, që ta kime na këthy neve. Ebu Gjendeli, nga azabi që këshin ba, qante dhe I thoshte, ja Rasulullah, mos më kthet e ta. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte person që e mante marrveshjen edhe nëse nuk ishte në favor ti. Edhe e dinte se kaderit Allahit s'munët me ikë njeri. E kthej Ebu Gjendelin. E kthej. Muslimanët u mërziten, por çka bani ky burr? Tu shku në Mekë, arriti me ju ik aty në rojeve, tutje shkoj ka detja nëna ka gjidja sot që është në Bregdet, edhe aty kishte peshqi, kalonin njerëzit, kishte karavane, najti me një mal, me një shpellë, sunezike kërkush. Çdo musliman që pranoi ke Islamin, zguzoi ke marrë në Medinë, çka bënin? Shkonin, u bonin shok atje, si grup kaçak. Kur e sulmoi Ebu Gjendeli një karavan Kurejshve, edhe I mur disa pasuri aty me hongër me mbjetu, shkun te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe u ankun Mekasit. I than musliman që po rrin atje në përmale do kaçak, po ne I sulmojnë karavanet tona. Merru me ta. Tha jo, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk muj mu marr me ta. Pse? Kur kum dash mi pranuam, keni refuzu. Unë I kom përzon, ju kanë ik juve, merrni ju me ta. Juve ju kanë ik. Që mundi mi nxon, merrni, bëni çfarë doni me ta, mytni. Pa në ata që pejgamberi është mërëna marrveshjes. Ati u bon 3 vet, u bon 4, u bon 20, u bon 30, u bon një ushtri e vogël. Më thonë, karavanet nuk kishin mundësi mi pas 100 ushtarë për me rujtë, se u duke një muj, mi u dhonë me ngrë me pi, mi pagu tek ne për pjetë të poshtë, në Sham. Këta u bon numër I madhë, edhe kërë në shmpytje mbjetesa njeri jo, shkon zhag. Kër e panë që u bon rezik, I tha, na di çka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pe hekim na këtë kusht. Na jemi të hek. Mas disa muje. Tha, aman pranoj, se na bon të lashe. Pranoj, le të rinë bile që atje karavanet le të janë të lira.
Edhe kështu vetë prishin këtë marrëveshje. Marrëveshja në pushimet, që ata prapë prishën. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vitin tjetër kur shkoi numre, i thanë na të thojmë sa menet. Aliu që e kishte shkruar marrëveshjen bisedonin me Aliun, s'kishin qef me bisedu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Bisedonin me Aliun edhe kur u bën 3 ditë i thanë Aliut radhiyallahu anhu tash ktheuni. Shkoi Aliu i tha ja Rasulullah, kështu po thonë. Tha po do të kthehemi se marrëveshjes na i rrim karshe. Të dashur vëllezër, pa marrë parasysh atë pëlqen apo jo, në momentin që e nënshkruan, në momentin që e pranon, nuk bën muslimani hile. Nuk mashtron muslimani. Një marrëveshje që ke pranu, sidomos ju vëllezër të cilët punoni me biznese të caktuara, edhe i keni përcaktuar detajet. Atë ka dalë llogaria, atë ka dalë, është problemi yti. Ti nuk guxon me bën hile mrena marrëveshjes. Edhe nëse ai nuk e di. Me dhanë mundu mundzer, që thojmë na. Nuk guxon mundzer. E ke pranu, mos e pranon në fillim. Mos mendoni se muni, se unë kam pas rast kur dikush më ka pyet, thot po, unë ku po shkoj atje, pja bën ky edhe në përta pja bën punën edhe po i thot, ama bësh halal, në fund i zoti i shtëpisë s'ka ide, s'ka lidhje për çat zanat, ai thot halal. Ai thot mirë u bë. E hangër. Nuk ka halal, s'mund me ta bëj halal ty përderisa ti ke bën hile. Ti ai ke kallëzu që ke bën hile jo. A çish fjalë pa halalin? Ajo të ta bë halal të menu që në çdo sa është në rregull. Mos mendoj që ai halali pse po thotë ai halal në ditë kiametit, Zoti azhajal kur ta çet mashtrimin tan, ai ndoshta kthehet. Bile përkundrazi lyp më shumë se një që ke mashtruar edhe dyta që mundu m'ja marr halalin me hile. Pejgamberi ka net edhe nëse kanë marrëveshje jo në favor të vetin. Në çdo marrëveshje ka qenë edhe një pikë që cilat fisë dojnë mu bashku me pejgamberin kanë drejt, cilat fisë me mushrik kanë drejt. Një fis ishin kueshi 2 fisë, 2 kabile, bashkohet me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, njëri me mushrik. Edhe për arsye se këta mësonin Kur'an, u bën dietar, përparuan etj. Ky fish si tjetër i shifte me urrëtie. Edhe shkuan te Mekka, si te Mekelit, i than, a keni mundësi me na ndihmu ti mysim këta? Ti mysim, ti shkatrojmë natën. Ama, hilegjit e bëjnë diçka të tillë. Mekka se thanë, ja, nuk mujna na direkt, po na kemi armë, sasi sa dush, ne jo bim juve natën armët, ju e sulmani ata. Edhe shkune sulmun atë fisin i mytën disa, mas dikush 17 ose 18 muajsh armë pushim. Edhe në këtë formë e prishën vetë Mekasit, normal morën vesh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam edhe filloi përgatitja që mas disa muaje me u çliru Mekja. Sot për çka kena fol? Sot kena fol nuk lejohet në Islam prishja e marrëveshjes. Pa marrë parasysh ka konvenua apo jo në momentin që e bën marrëveshjen, është haram me prish marrëveshjen. Besimtari nuk është tradhtar, nuk është mashtrues, nuk bën hile. Nuk bën hile. Pa marrë parasysh tjetri, e merr vesh apo s'e merr vesh. Na kemi Zotin. Nëse ta ka prunë një pjesë, kush automekanik origjinale, çështja janë rënë ata, e man për veti, ja çet një fals, ose të kalon ty me ble, shkon ti vetëm me ble origjinal, shkon e ble në dorës dytë. Shkon e ngrit çmimin atje, edhe e bën fakturën e ngritur, merr përqindje, me hile gjithmonë po flas. Ai tjetër që punon me finanzanatin. E bën një hile tjetër, mos ty tash detaje se mos po thotë hoxha po ma gjun për zanate, se këtu kemi të gjitha zanateve, domethënë elhamdulillah. Aman për hir të Allahut azza xal keni kujdes, mos tanin ty apo merr vesh filoni apo merr. Jo, ti s'ki punë me filonin, ti ki punë me Allahun, me ditën e gjykimit. Allah na forcoft më bë drejt ya Rabb. Allah na faltë, Allah na përmirësoft. Walhamdulillahi rabbil alamin.